Ditën e parë të punës si emigrant, kur pash një të vdekur në mes të Athinës, në mes të udhës, në mes të njerëzve. Gjithë se kush kish punën e ti, e ikte, veç ikte, duke harruar se ai kishte vdekur, duke harruar se ai nuk flinte, se vetura e goditi me një qitkëm në orë dhe ai vdiq në qast. Pa thëna semrin e ti, pa arritur të kujtoj fytyrat e fëmijëve, pa i thën grua s'lam të mireve ja ime, pa e par atë që vrau. Dhe s'djelin e mëngjesit të fatrën nëntorit mison edhe t'jet, që sa ishte nisur të vinte. Kamion qina e shoferit Jorgo me të cilin udhtoja uli shpejtsin veç një qast, sa për të hedhur një vështrim të meri. Mbi kufome pastaj nxitoj, nxitonin të gjithë me makina si të çmendur, duke ikur prej kufomës, duke menduar se sa më larg saj të ishin, aq më të lehtë do ta kishin tundimin. Por imazhi është imazh, ai të ndjek nga pase në çdo qast, duke përhapur të merrin në shpirtat e të gjithë kalimtarve në bulevardin e madh me Sogejon. Duke riprodhuar vetveten pafundësisht, më kot iknin si të çmendur, për të çliruar nga makthi i vdekjes, se imazhi fluturonte më shpejt se mendimi, se ajo çfarë shihnin mbase s'ishte e vërtet. Mos valla thinjoti bënte si kur flinte, në mes të bulevardit të madh, duke mashtruar të Athinën me kufomën e tij. Apo Athina mashtronte vetveten, duke harruar se në zemrën e saj diçka kishte vdekur. Më nis të prill, nisun edhe t'te. Ditën e parë të punës si emigrant, në mes të Athinës pash një të vdekur, në mes të udhës, në mes të njerëzve të harruar.